dashur shikues të podcastit Lojtari 12, jena me episodin e radhës. Në prag të gjysmëfinaleve të Ligës së Kampionëve, afër meje është një tifoz shumë special i Bayern München. Po, Bayernit, e di që keni shkruar shumë që s'po thënë tifozë tjerë, ka tifoz Bayernit, po s'janë shumë të ekspozuar. E pse s'janë të ekspozuar, sot foli me Petrit Sadreun. Petrit, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve për thirrjen e ftesën, çfarë keni bë? Që është po ndihesh si tifoz i Bayernit në këtë epokë kaq të ndritshme që jeni në momentin. Mirë po ndim, është një momentum që Bayerni është duke kalu fenomenal. Edhe po më qeshet, sepse djali ma përmendi, tha, tje pikrisht gjatë deshjes me Leverkusenin, tha cila epoka ka qenë ma e mirë, ma e keqe e Bayernit, e më kujtojnë të 90-90, nuk kanë qenë, ka pas mirë po jo dhe ashtu shumë. Edhe për ata për më qeshe tani që më pyet ishte, dhe është një epokë që është shumë e mirë, është një epokë e cila po shkëlqen, them ashtu, se cili lojtar tani është ripërtritëm që 2 vite me ardhin e Vincent Kompanis që askush se ka prit, asune them shumë sinqerisht, sepse e dim që ai ishte vetëm sa ishte ra me Burnley nga Premier Liga. Nga Premier Liga. Ska Bayern e marrë di kontraner kështu. Pas që është jo, definitivisht jo. Dhe ka pas shumë edhe refuzime. Patëm Flikin, Nagelsmann, Flitzschen ashtu, pastaj edhe Alonso, gjithë ata e refuzun, Unai Emery. Dhe pastaj ishte si një dëshpëruse, them ashtu një kërkim dëshpërus. Si me konë opcioni fundit të dokë. Pikresht, mirë po një telefonat që është bërë me Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, me Pep Guardiolën, i cili njefte Vincent Kompanin, dhe ata vetëm e kishëm do menjën që të provojmë me Vincentin, dhe poja e Pepit ka ndikur. Hala të pas respekta për Guardiolën, ha? Uli Hoeneß dhe Rummenigge. Guardiola e dim gjithë, mirë po shiko, jo vetëm të Guardiola, mirë po se cili lojtar që ka qenë lojtari Bayernit e ka respektin të njëjtën. Mund pastaj gjatë bisedës më ti përmendë disa raste, jo vetëm te Guardiola, po edhe te lojtarë tjerë, për shembull Dante, Cacciarelli që tash po pensionohet në Nice, prej sezonës tashme do të jetë kryetrajneri i moshave U23. Bashkë me të pritet që të jetë Ribéry, kështu që po domethënë një herë Bayern do të jesh gjithmonë Bayern. Para se më ka lutur në Guardiola, po duam të tek ku jena aktualisht. Për momentin jeni veç kampion të Bundesligës, që nuk është diçka e re, kështu që mbetet në lojë finalja e Kupës Gjermanisë, po ashtu Champions Liga e po rrim te Champions Liga. Çu shipave çfarë finalet? Po mendoj kundër Realit keni shumë përvojë, moti si keni shumë, herën e fundit që keni eliminuar me Dumet keni shkuar në finale. Po çu pave këto 2 ndeshje, atë dalim çu shishë këtu me Parisin. Them a ki prit dominim? Jo ashtu, them sinqerisht, më mirë po sepse e dim Real Madridi pavarësisht nëse gjatë sezonës nuk luan mirë. Në Champions është një Real Madrid krejtësisht ndryshe. Ato do të kemi të qartë gjithë, do të respekt maksimal, ja i edhe kapelen për ata që e bojnë. Ndeshjen e parë kam qenë shumë i qetë, gjithmonë kam një farë parandjenje kur ka lojë. Bayern edhe gjatë lojës së parë kam qenë shumë relaksum, shumë qetë, pa stres, pa kur gjo, kishim edhe Neuerin në top format natë. Mirë po, loja dominuse, që ishte në Bernabeu, ka qenë shumë preslonse, që them sinqerisht, pak lojë, mbaj men, ku kemi shkëlqyer ashtu. Ndeshja e dytë, në Allianz ishte keqësisht tjetër, atë para ndeshjes vetëm e kisha një farë ndjesie, sepse u ba shumë buj, Neueri dhe pikrisht i ramësysh. Pak herët gaboj me qatë gol. Gaboj, mirë po ndikaj ajo, ndoshta pozitivisht, mund të them çka po drejt tani në këtë sezon të Bayernit është që pavarësisht që pësojnë ndoshta gola kështu, gjithmonë janë në gjendje të me kthy rezultatin. Shumë shpesh e kanë kthyr rezultatin. Shumë shpesh, domethënë si vjet para më pak se 2 javë ishte ndeshja me Freiburgën ku deri minutën 83 ishte 2-0 në dezavantazh dhe e kthej për edhe lojë të tjera, kështu që është një karakteristikë tani që ka Bayerni, një dëshirë që cilën e kanë pa 2012 dhe pasazhisht 2013 me Jupp Heynckes. Jupp Heynckes, legjenda. Sepse një brumi më i madh lojtarëve është akoma kur kanë qenë edhe Tuchel. Okej, kanë ardhur mirë po, them, prap merita kryesore e këtij Bayerni tani që shohim që po shkëlqen është dora e Kompanis. Po. Të them kështu me bindje të plot. Çka pret me Parisin, kampionin fuqi?
Parisi do të jetë sigur me klubi që keni poshtë finalen e fundit, më fal, 2020-ën 1-0. Ashtu. Keni rritur në 2021-ën ju kanë poshtë Parisi. Keni rritur edhe këtë sezon në fazën e ligës, keni fituar 1-2. Këtë po thonë finale parakoshme, a sheti si tillë? Definitivisht. Unë jam shumë i sigurt që fituesi i kësaj ndeshje do të shpallet edhe kampion. Ndeshjen që përmenden në Paris në shtator apo tetor kur ishte. 1-2 Diaz. Kemi shkëlqy Diaz me 2 gola, ishte protagonisti kryesor, edhe fatkeqësisht me karton të kuq ku lëndoi edhe Hakimin. Besoj që do të jetë një ndeshje më ndryshe. Parisi nuk është avancuar domethënë nga tetori them ashtu. Është shumë e rrezikshëm të shohim shkëlqimin që patëm. Çdo vjet i ndodhi, Janisi ka dalë tani u ngrit ka fundit. Pekresh ashtu dhe Luis Enrique ka bën një formulë ekip perfekt atje, them ashtu sinqerisht për çdo lavdat. Jo me shumë yje kur ishte Messi, Neymar, Mbappé, i largoi gjithë ata, mirë po ka kriju një fond lojtarëve, e dim që janë mrekullueshëm Kvaratskhelia, Dembele, kështu me radhë, cilat janë ata. Mirë po, do të jetë një ndeshje shumë e vështirë, nuk do të jetë aq lehtë sikur që kemi pas lojën e parë. A mendoj që dy lojët ka më vendos, më thon, gollavërari, sepse dyat pritet me fitu vendas. Amo Bayerni vendas kur sup. Kënaqemi sa herë e kam. Stoj kurse, për gjithçka ekzistonera po. Dhe çfarë s'ka hub. Kështu që nuk mundesh të vëllai. Shiko, do të jetë një ndeshje e cila do të sipas mendimit tim do të finalizohet me një aksion nga ndonjë lojtar. Po vëzhi gol ka më jam. Jo, po domethënë do të jetë një protagonist, ato i cili do të shkëlqen ato dy ndeshje. Ndeshja por në Paris. Po, ndeshja por të martën, nëse s'gaboj. Pritni që mund aty me bëu diçka. Unë shpresoj që luajmë baraz minimum, edhe pse tash nuk mund të gjithmonë është uria për me fitu. Mirë po, do të me zgjat kam sa kia ergonë. Është për përparësi kur keni në ditë vendas. Gjithsesi, natyrisht, se gjithmonë është ajo përparësia se tani disa edhe po e kritikojnë se si vendas në lojën e dytë i ki edhe minimum 30 minuta ekstra. Që natyrisht është avantazh për ekipin vendas, s'mund të bëhet. Dhe besoj që kjo ka me ndiku ndoshta pozitivisht për Bayernën në fund të këty dy ndeshjeve që avantazhi si vendas në ndeshjen e dytë që me ndiku. Që është ndeshjen e parë me rezultat kom interesant sa je. Do të jetë me gola plot. 2-2, 3-3. 3-3. Unë besoj se do të ketë gola. Do të ketë 2-2 ose 3-3. Unë besoj do të ketë gola sepse i dim që të dy ekipet dim në dhon gola dhe besoj që do të ketë një ndeshje me shumë golla. Çto një pyetje interesante më ta bëu. Tash kur në një ndeshje dy klube bojnë shumë golla, ai bën që janë dyat shumë të forta apo dyat mbrojtje të dobta? Edhe, natyrisht. Barcelona me Interin vjet. Kur e përmenda këtë rezultat, kisha parasysh ndeshjen e vitit të kaluar, domethënë përmes dyat 3-3 që përmendoj. Dyat kanë qenë ndeshje të cilat i mbaj mend edhe ka qenë një knatësi për sy, them ashtu për ne po ato ndeshje. Është kvaliteti, cilësia që kanë lojtarët. Natyrisht është edhe Afrika, mos po gabojmë diçka, mos mirë po prapë besoj që cilësia apo dëshira për me sulmu, po në punista nga Bayerni që nuk din ndryshe veç që të sulmojnë. Çto e kanë mirë. Adin për ata po jam shumë i sigurt që do të ketë gola nga ana jon. Mirë po, të pas edhe parasysh edhe sulmin e friction të Parisit. Për ashtu po mendoj, nuk do më thonë që mund që mbrojtja do të më kanë e dopt për më shunu gol. Do të më kanë lojtari javëzakonshëm për më shunu gol. Ato kur i shohim. Për ata kur i shohim sulmit që i kanë janë dy sulme më të mira. Mund të talesh dy treshet më të mira them ashtu të sulmit i kemi në dy taboret e fix po. Petret po kthehem pak në retrospektiv te pjesa kur i bëu me Bayern. Zakonisht na e bëjmë këtë pyetje këtë tifozë që vinë këtu. Ti je ndërta tifozi pak më i më shumë për që ka ardhur dhe garanti nga vitet e 90-ta, po supozoj. Po do më di ç'është që i nisë dhe kush shkon. Lothar Matthäus apo ne kush tjetër është? Është pak më herët. Pak më herët. Gerd Müller është i hershëm shumë. Jo, ata fatkeqësisht s'ka ngrit. Jo, ka qenë kështu. Si i ri me familje kemi jetuar në Gjermani. Okej. Dhe si 3 vjeçar kam shkuar në Gjermani dhe më kujtohet viti 82-3
Domethënë finalja Kupës Botës të 82-tën. bravo, Itali-Gjermani. pikërisht ka qenë ajo kohë dhe lojtarët i cili më ka shti me dashur Bayern. Prit mos fal më shumë gjë. Okej, hajde. Bremer, Jo, Rummenigge. bravo. Të 82-tën. Okej, vazhdo. Pra ka qenë pikërisht Karl-Heinz Rummenigge, ai lojtari i cili për mua në atë kohë ka qenë Messi, Ronaldo në një person të vetëm. Dhe i cili më ka shti me dashuru me Bayernin. Fatmirësisht ai lojtar ma vonë është bë edhe ka qenë CEO në Bayern. Edhe është hala aktiv, domethënë. Është nuk ka rol aktiv, mirë po natyrisht është si një bord konsulent. pikërisht, domethënë janë ato pozita nderit të them ashtu. Dhe pikërisht ishte Rummenigge, dhe ajo kohë 82-83 dhe ka po ta tregoj një anekdotë me këtë 82-tën. Ishim gjatë pushimeve verore domethënë nga Gjermania që kishim marrë dhe disa vizita që kemi bërë të familjar, ka qenë finale, domethënë, asoj ndeshje kemi qenë te një teze e babës. Okej. Edhe kanë shikuar ndeshjen e më kujtohet edhe unë i vetmi me Gjermaninë, edhe familja ime natyrisht dhe ata të gjithë në Italinë dhe e di që më kanë ngacmu pak kur pasi fitoi Italia. A moment rezultatin. Treni? Po, jo, moj me mirë, tam se si fëmi, një gjarje, them ashtu jo e këndshme, mi po më kanë ngulit në kryt, është e kokë. Për ndryshë për këta që se dinë Rummenigge, por dhe Gjermania në atë kohë, o konë shteti i parë që shkon 3 finale rresh kampionatit botëror. Ta 2-2, në poshtë nga Italia 3-1, ta 6 ja famshëm kundër Maradonës Argentinës 3-2, edhe në 90-ën kampion në Itali prapë kundër Argentinës. Kurorëzimi pastaj. Ka pas nis pak si me Gjermaninë, tani Bayern ja hisin nërmes apo? Jo, ka qenë Gjermania, më fal, kjo ka qenë Bayern, Rummenigge, pastaj edhe tani u lidh me Gjermaninë. Po, se gjatë kohës kur kemi jetuar në Gjermani, në fakt kemi jetuar në Frankfurt. Okej. Dhe më kujtohet me babën se i ri ka çuar një lojë kur ka qenë në Frankfurti me Bayernin. Dhe atëherë domthonë Te pjesa e Bundesligës Petret tash është se një farë hajgara që bëhet ashtu globalisht, që mbas është e kuptueshme që s'ka një konkurrencë Bundesligë. Megjithëse kjo ora pak poshtë para 2 viteve, kur Leverkusen e mor ligën, jo vetëm që mor ligën, por e mor pas i humbje. Masanej 14 vjet para asaj në 2012-ën, apo vjen 14-12 Dortmundi, për ndryshe në këtë shekull e ka marrë kush? Verderi, Stuttgarti, Wolfsburgu, Dortmundi jo, ka qenë. Që është që pjesën që thonë s'ka konkurrencë Bayernin në Bundesligë, s'bëhet interesant, hala bëhet kampion hala pa Bundesliga, që është që për pjesë. A interesant për ty me pa Bundesligën? Unë po them, e kam një moto aty, pavarësisht nëse luan Bayerni me Heidenheimin dhe në anën tjetër luan çfarë di me Real Barcelona. Unë e këshyri Bayernin në Heidenheim. Jo. Që të dhe ke adhurimi dhe ke ligën e dytë e kom shqyrë. Po, vërtet është, sinqerisht, ne po them futbollin Gjermani për cilë shumë, dhe posaçërisht dash Bayernin posaçërisht. Dhe po, nuk është shefci kjo, dhe natyrisht që Bayerni është dominant në Bundesligë. Mirë po këto e ka arrit me punë dhe zell. Ka pak ka blerë të artë klubeve të tjera apo? Shiko, natyrisht e blen ndonjë lojtar më cilësor, mirë po, nëse shikojmë ekipe tjera, posaçërisht Dortmundi apo ekipe tjera kanë blerë më shumë lojtarë se sa Bayerni që ka blerë direkt them ashtu. Okej. Som që statistika që kjo pjesa Götze në Lewandowski u bë e famshme. Natyrisht. Por ana tjetër e pyetjes do të ishte kështu, ku kanë mbet parat, ku i kanë lënë ata kur i kanë blerë lojtarët e tyre. Domethënë, është ti çështje tek Bayerni, domethënë. Që përmenda Rummenigge më herët. Momentin që Rummenigge është shitur në Bayern nga Ule Enesi, i cili ka qenë atëherë menaxher, Bayern nuk ka asnjë borxh, asnjë cent nuk e ka borxh. Bile e kanë ndihmuar Dortmundin në 2003 kur Dortmundin, St. Pauli, Nürnbergën, ka edhe ekipe. Po. Po, jo, ka edhe raste të ndryshme. Domethënë, çka ndodhi me ato para, domethënë ata ekonomikisht nuk kanë qenë të mirë, them ashtu që mi mbajt lojtar fillimisht. Domethënë ka ideja ka qenë okay nëse marrë në këtu me 5 cent, 50, kanë menduar vetëm them ashtu anë financiare përfitimin mirë po Bayerni, ju kujtohet Robben Ribéry, posaçërisht Ribéry Real Madridi me vite tona ka dashur të blej. Nuk ka dashur asaj më shku, sepse siç thash paraprakesh aty ndihesh pak si familje dhe
kujdeset ekipa për ty Mia Zan Mia. Edhe po domethënë ka lojtarë të cilët nuk dëshirojnë të shkojnë me doja mas, mirë po dhe Bayerni nuk e ka atë nevojë me shit lojtar, për shembull nëse shet Riberin atëherë kish mbytur me 50 miliona për çfarë. I ka disa raste që po duhet të pyet bash ty pse si ka marrë, jam shumë kurioz. Sadio Mane, James Rodriguez, Coutinho. James dhe Coutinho dihet që kanë huazim, po unë sa më mend që kanë lytë tepër mirë, po edhe Sadio Mane pa të shku si top lojtar nga Liverpooli. Çka ndodhi me këta tre? Unë i kam ndonjë informata, po ju si tifoz Bayern kanë të dini pse si kanë marrë. Po, Sadio Mane ishte blerja e Hasan Salihamidzhit. Fillimisht 2022. Dhe Sadio Mane, përkundër faktit që është një lojtar i mrekullueshëm, një lojtar bamers them ashtu, ka qenë pak jo i këndshëm brenda ekipit. Domethënë ka qenë ka pasur përplasje me Leroy Sané. Ka fytje me Leroy Sané, pastaj edhe a ka pasur racizëm aty? Se thuhet që ka pasur racizëm për shkak të saj në Gjerman. Shikoj, nuk për racizëm nuk është përmend, mirë po është përmend domethënë për mosmarrveshje, s'ma ke gjujt topin, pastaj është një godit drushte me gjithë ato, pak ka pas ka fytje pak më të ashpër se sa që kishën dashur. Po. Dhe pastaj u vendos që edhe performanca e tij nuk ka qenë edhe mrekullueshme. So në nivelin e Liverpoolit. Dhe për ata vendosin që me largu. Për Coutinho në për James. Coutinho them sinqerisht edhe për vete unë kam dashur Coutinho shumë. Sa ajo po kampion. Ajo ishte pjesë 82-8-2 atëherë me Barcelona kur i dha 2 golla. Mos e përmend brezë pas. Si huazi i lojtarit Barcelonës së dim. Kanë qenë shtrenjtë. Po këtena prapë ajo ekonomike ishte ajo se natyrisht ka lojtar që marrin pagat më mirë, po jo me dojë mos që të duhet me pas dallim tepër të madh ndërsa me tjerë. Pikërisht. Njëjtë për. Petro, po duhet ta bëj pyetje që e di përgjigjen ala po më e, po duhet ti më apo. Se për momentet mira dalim boll, po momenti më i keq si tifoz i Bayernit. Do të thonë një vit i keq, po momenti ose ndeshja që i mërzit më shumë ti. 2012. A më datën e finales? 19 maj. 19 po të çaj. Bayern Chelsea, tu duana pak ta në Allianz Arena. Ka qenë momente definitivisht. A prit më për tret që vendas me u kundër një Chelsea shumë top që on. Se komplet. Po mos kur më Realin. Sidomos kur më poshtë Realin ka qenë ditë feste me Hene ka lulzu them ka shkëlqyer gjithmonë ka gjithë. Por shet na vënë tash ka emocionet se e di që ka qenë një ditë feste. Kanë festu që kanë shkuar në finale. Jo, po domethënë kanë festuar natyrisht, po ka është krijuar një festë se ashtu se ka hyrë si favorit absolut. Po dim që Chelsea me shumë fat në poshtë. Ja, me fat se kanë poshtë. Mbrojt mirë, mbrojt mirë. Okej, ashtu më. Ashtu më me thon. Dhe të kujtohet të ndeshja me siguri sa milion shanse ka pas vetëm Gomezi. Plus penaltia humbur, domethënë sidomos kur ka humbur penaltin Robene e kondit që ajo është jo e mirë me rezultat. Ajo ndoshta ka ndeshja themi më shembull futboll që tregon që duhet me sulmu një klub, po që duhet më mbrojt. Po. Se tash golla patar nuk minutë 86 që kroson cross me Larry me Kryj, Toni Drogba në 89 prap me Kryj, po nëse sheh komplet lojën Chelsea ka pasur dy raste, gjysmë raste. Derisa Bayerni ka pas mos tom ndoshta përmit 25 shujta janë ku ndoqët. Ashtu ka qenë. Dhan vetëm Gomezi ka pas 3-4 kështu. Gomezi po tani ideja akon që tash po ne Bayerni si Bayern veç pa të marrë ashta mësim për ç'është paty Chelsea me Barcelonë, domethënë dy ndeshje, një herë pa të fituar, një pa të barazu. Çka mendon që ka arsyeja kryesore që s'ka hapa shumë golla? Thjesht fat, thjesht portieri i mirë apo presioni i madh që ka qenë vendas? Finalja e parë për Bayernin, domethënë që luan Champions League vendas. Natyrisht gjitha nga pak. Pas asaj presione, ajo tash ka qenë ditë feste, gjithkohë në München ka qenë ditë feste dhe ajo pe krahasoj pak me ndeshjen që patëm risht as i Kosova-Turqia ku presioni më vendas. Gjithë shpresuam edhe kishim atë ndjenjën që po bëhet mirë dhe lojtarët e pan po mirë po në fush pastaj është diçka që nuk shkon çush donte. Dhe po them, në pritje e mrekullueshme, e dyta e hub në kokën e secili lojtar, besoj që Janis, apshef ta në formë.
adin edhe të kujtohet ndoshta që penaltinë e tretë e ka shutu Manuel Neueri, sepse të tjerët që është dashme shutu nuk kanë pas guxim të ashtu. Dhe po domethënë nga çaja përgjegjësia e madhe. Dhe për ato lojtarët të mëdhenj vrejnë në këto momente. Megjithëse për shembull e marrim Schweinsteiger që pa dy penaltinë e fundit kundër Realit e pa tjerë, ndërsa penaltinë e fundit kundër Chelsea të gjyti bashkë Schweinsteiger në shtyll. Kështu që adin janë do ndeshje që na thava shkruajnë qiell apo den se Chelsea, për shembull Chelsea në 2008-ën pa ty shumë mirë kundër Man City. 2009-ën çaj pa ndodha në Barcelonë, e bashkë kur surprizë që e merr e ka marr. Tash dalim te momenti më i mirë si tifoz Bayernit, a është më mirë vitin vijus apo na takon ai vit tjetër? Po definisht këto vitet ku kemi qenë triumfues me tripleta, ka qenë vitet ndoshta më të mira, dhe fitoret më të mira të ashtu. 2013 më e veçantë pa tub di finale. Po, pikërisht, po domethënë 2013 ka qenë pikërisht ajo finalja për të cilën se të kesh parasysh. 2012 po humb stadion tonin. Ta përmendas atmosferën në ditë. Të nesër me ka qenë titëzie. S'ka pas televizje, aty bile bash është Schweinsteiger e thëtë në dokumentar, ta kanë, nëse s'gaboj Filip Lamin, edhe thonë, është një thonjë gjermanisht jetzt erst recht. Tani, me të vërtet, do ja bëjnë. Ashtu do thotë, ja, këtë ljetarë të Bayernit të kajt, ta Chelsea të kajt në kohën, po. E vërtet, mirë pas vetëm Filip Lam, ai që është shëndonë, është lider kapitan. E për të më dhanë, dhe ajo pastaj që shkanë, ajo dy rrugi ki, ose shambësh, ose e kitë kondërtën edhe e bënë. E kemë rastë me Valencin, për shembull, dy finale, pastaj zhduk. Për të më dhanë, do me pas qëtë vullnet, ga humbja me mbledh forcën, edhe me shkëlqy pastaj me motivu. E djeta gjë ka qenë edhe një humbje tjetër e rëndë në 99-ën, me Manchester United, po. Finalja. Qësta përmena më atoni me? Jo, po ta... Kjo të komaronce e para? Nuk ka qenë e rëndë se kemi qenë refugjat, edhe nuk e po bëna shumë i sinqert. Po bëna shumë i sinqert, kemi qenë refugjat, se kemi ditë ku janë familjartë. Natyrisht që ka qenë e rëndë ashtu. Tek ma vonë, po të bona shumë që mas luftës, kërë e analizat, po, ka qenë. Mirë po, për të më dhanë, 99-ën humbim ashtu, 2000-ën nuk shkojmë final, për 2000-ën kampion. Përman, Bayern e ka këto nga humbjet e mëdha, mundë më dhanë humbjet e mëdha, dalën e fitoret e mëdha. Në fakt, pi bjen, e ka up 99-ën, o bo kampion 2000-ën. Ashtu. Ka up 2010-2012, o bo kampion 2013. Pikërisht. Finale mo shku në 2020-ën, pas ka fitu. Po, 2020-ën me Parizin. Mos pas ka shku në finale që me hub. Finale jo, ka qenë para prakesh. Mos të këta shrani të shkoft me hub. Të shtatin me partën. Po them sinqerisht, në shumë ndeshje që ka qenë Bayern në finale, pos me Interin e di 2010-ën, ka hub me plot merit. Ato ka qenë definitivisht Interin e ekip fenomenal. Ndeshje tjera, kujtohet të shtatën me partën, me një gol me thamë rejep, një Algerian ka qenë Magera, s'di që në bësamen. Atë të ndeshjes Bayernit, sikur se me Chelsea ka qenë dominusën, kujtohet atë kështu pak sekvencat e ato. Po për të më dhanë, tani po shpresoj që... Gogja arkiv, ka ke Petrit? Për Bayernin jam edhe futbolin që manë të temas të gogja. Idealisht, Petrit, nëse shkon në finale, Bayerni po du me ditë kanë kishe pas qef me e pa në finale. Më thonë, Arsenali ju kanë poshtë që shëdi këtë sezon, Atletico ju ka pa në poshtë në 2016, fakt, ju ka pa eliminus, në 2016 pa të në poshtë 2-1, pa të 1-0 atje. Kanë kishe pa në finale në rast që ka luet Paris, normal. Arsenali, po i drithën kontë. Fakt, ti ka njës, tash me kap të Ka gjatë problem. One besoj që Simeone dhe Atletico fatkesish do i eliminoj. Kisha pas dëshirë me u këthy në finale. Po se ma letë me Arsenal, Po shpresoj. Mi këthy aty rezultate e famshme 5-1 që i kemi pas në të kaluamën, të kujtohet, po. I për nuk është Arsenali aty në viteve. Mirë po thame shumë një pasiguri totale tani tek Arsenali. Dhe e kundërta është e Bayern, e fitum Real Madridin. U bë kampion vikend. Mbram e mposhti Leverkusenën dhe arritën në finale të DFB Pokallit pas 6 viteve. Është një diçka që
Pa të tup me një ekip ligës 3 para 2 viteve, kur u konë. Kemi up me Zarbrëkën. Kemi up në vazhdima. Nuk pe di ku marrua, kemi pas do ndeshje zakonisht në rundën e dytë hopshëm për marrët zotit. Kam po për asgjë. Po të më thonë adin, janë e kundërtat me Arsenalin, për shpresoj që Arsenali do t'jetë në finale. Po dhe ka mundësi për 2 titujt. Nëse shkojmë na natyrisht në finale dhe pastaj në ndeshje. Petret, po du me ma ndërtu një top 5 të historisë Bayernit, më thonë që i ki pati, që i ki mri. Mund është edhe këta që i ki mri, po në ashtë të ma interesant del me këta që i ki mri. Kush e në favoritit për ty? Nësë janë nga 5. Më thonë, po du me besu që Ribéry Robeni kanë me idiku. Anë ashtë tavi Gjerman di kiti. Shofëm. Mi rendit kështu si pas pozitës apo... Nga 5. Nga 5. Por numri 5, definitivisht kësha vendos Manuel Neuerin. Okay. Është një portier i cili e ka... Ma i me gjitha kurave? Definitivisht. Ma i me gjitha kurave. Definitivisht. Adem, vetëm analizone që ka bërë që ka ndryshu rolin e portierit, është lidhet me emrin e Manuel Neuerit. Ajo është pa tjetër një ashtu. Pastaj 4, nuk muna me thonë që e kom pa, po Gerd Mülleri, me golat e tij, ka qenë më rëndësishme them aty viteve 70-ta, natyrisht edhe Beckenbaueri ka thonë ato pa golat, na kemi qenë ekipin pa golat e Gerd Müllerit, s'kishim pas fitore, s'kishim pas tyra, gjithashtu kështu që ai ka qenë një makinë e golave. Do më thonë gjithsesi është... I 4, okej, numër 3? Numër 3, tash të vështërsohet pak, se i ka shumë, fatkeqësisht. Jo, shumë ka. Ka shumë, mirë po pa tjetër që do të me përmend atë edhe Lothar Matthäus. Është një legjend, një ikon e futbollit, jo vetëm bavarez, po edhe në Gjermani. Pastaj, kisha me thonë, nga lojtarët që nuk i kam pa, do na i kisha shty Uli Hoeneß dhe Beckenbauer. Uli Hoeneß i legjena, mirë po pas ata nuk i kam pa. Këta që ke pa për interesant. Pas i këta nuk i kam pa, do është Philipp Lahm. I dyti. Philipp Lahm, definitivisht. Kush është i parë, emro kam interesant. Te kështu tash nuk e djala. I pari? Jo, i pari ka lojtarë domethënë që kanë qenë historitë Bayernit goxha shumë domethënë. Mirë po jam dyshim atë, po rri me Gjerman, ashtu, dhe është legjenda Thomas Müller. Thomas Müller, i pari, okej. Thomas Müller është në panelën e kam të ti, kështu që... So konë kur ma i afti, so konë kur ma i shpejti, so konë kur ma tekniki, po qka o konë? Po ka qenë, në gjermanisht qëtë Raumdeuter, dhe ka pas atë ndjesin fillingun ku du të me qëndru një lojtar për me dhanë gol. Pa, e vërtet është. Nuk ka pas qëta shpejtësi, nuk ka pas as me kokë, as me driblinge, jo se jo. Këti ka bo. Mirë po, në fund ditës ai ka shënu gol, adin dhe skuadrës i ka dhanë fitore. Thomas Müller, ma i mirë i si pas Petritit, shumë respekt. Tash, do më dhanë, unë e kësha ti, do më dhanë në Rumenikën e këta gjitha adin, mirë po thamë, ata që faktikisht e përmend edhe Gerd Müllerin që nuk e kom pa atë. Po ta që si ke pa, po. Ja, pajto, Thomas Müller, Gerd Müller. Petret për fund jena në një periudhë ku sezoni është afër fundit, po veç tash ka nis me fol për topin e artë edhe pas shumë viteve për top të artë është dikush nga Bayerni, në fakt 2. Harry Kane edhe Olise. Harry Kane me mbi 50 golla për shtet dhe për klub. Olise kuptohet mas shumë të asista, golla shumë të rëndësishëm. Nëse Bayerni hipotetikisht fiton krejt Gjermani, që është shumë afër, ndoshta edhe në Champions League. Cili mendon që meriton topin e artë? Po për topin e artë pastaj do të jetë e rëndësishme edhe Kupa Botërore. Viti botëror si vjet. Është pastaj edhe kampionati botror dhe aty besoj që do të varet a do të shkon Anglia më larg apo Franca. Cili ke shefti me vitë? Harry Kane. Harry Kane, meriton pas shumë viteve. Meriton është një lojtar që është kënaqësi me pa, në këtë kohën e botës virtuale dhe lajkave, ajo është një person që është për toke, nuk ka... Sulmues punëtor, shumë është punëtor, do më thonë nuk ka nevojë me ndru 4-5 frizura, e ka një frizur, adhen kur fol, adhen me se cilin gazetar, nuk është ignorant, them ashtu, apo arrogant nga ajo. Kisha pas dëshirë, sinqerisht shumë, me fitu Harry Kane. A mënon që orë jo Anglia. A mënon që orë pak vonë Kane në Bayern? I gjenë 29 vjetë ka orë, ta që ka 32, që di. Është po.
Nisa i Bolboni o bështoni. Kemi lojtarë të cilët kanë qëndruar gjatë në për ekipe dhe pastaj ka qenë vështirë Milan ato ekipe për kemi një rast tjetër Henrik Larsson. Celtic, legend. Ne shkojmë Barcelona për Champions League, domethënë ai pastaj ka thonë tek kisha bosh pak më herët se mi po ajo dëshira për ekip dashuria që kanë pas kanë mujt Milan ato Bayern ka qenë para Harry Kane ka qenë Robert Lewandowski, domethënë nuk ka pas vajte kokon afër marr topin e art, po që anulu bashkë çat vit 2020. Ajo ka qenë padrejtia më e madhe. Topi i art është Lewandowski. 2020 në fal 2020 su jep atë në 2021. Po atëre dy herë u dash shpallat ai lojtari më i mirë definitivisht sepse i thej disa rekorde të cilat kanë menduar që skors do të thejë. Unë mendoj që mas do vjet dhe mas të le karrierën do të ndrojnë do sa ne kanë bënë një farë çmimi kështu të veçantë dhe me që 2020 takon për Lewandowski. Edhe për mua është fakt është marrë zgjidhur është pak hipokrite që është anulu ceremonia topitar, po futbolli ka vazhdu. Ti bile jepën një topitar virtual, a bëdin, se kur loja që okon pa të Pikrisht. Po, leva për ndoket e din që bota e din që ka bën. Po, kështu që ja pranojmë që ata. Ja, definitivisht, ka qenë, tema është sinqerisht është një moment i pikëllueshëm për ta, sepse është kurorëzimi se cili lojtar fiton individualisht, dhe e ka merituar domosdoshmë gjithsesi atë. Mirë po, këto topat e artë, them drejtën edhe ka pas gjithmonë do drejtësi. Snalen kur, ja, këto është temë snalen kur. 2010-ën Sneideri, 2013-ën Ribéry, kështu që shumë ka. Petret, një mesazh të fundit me sy ka çka ka mirë që ne a ka triplet si vjet ajo. Triplet ka, jam shumë i sigurt, po do të ketë edhe sextuple janë ato. Po 6. Po 6 trofe. Çfarë keni bënë jam duket? Kemi bërë 2 herë. 2 herë, 2013 dhe 2020. Domthonë jemi na edhe Barcelona. Po. Edhe ekipet. Po. Pile nëse s'ka bëj Barcelona vetëm një herë na 2 herë. 2009 po. Barcelona di që përshin një herë? Fjalë më dha nga Petriti. Shovëm po shpresojmë. S'kena shumë tifoz të Parisit të Atletikos, të Arsenalit kena do, kështu që shkojmë në finale me Arsenal. Presma ne ballvaqim tjetër. Shpresojmë. Tret faleminderit shumë për kohën. Shumë faleminderit juve se kënaqësi gjithashtu. Shkus dashun, ky ke Petriti, tifoz i mëçëm i Bayernit, keni pas çameni, shohim çka më ndodh në Bayernin, edhe Mia San. Mia.